Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili po merr pjesë në konferencën e sigurisë në Myni, ka thënë për RTK-n se po zhvillon takime të shumta me zyrtarë të ndryshëm në vende europiane dhe të botës. Kurti ka theksuar se në këto takime ka për synim që t'i tregojë arritjet e Kosovës, por edhe planet dhe objektivet e tjera. Kryeministri u ndal edhe tek tema kryesore e konferencës këtë vit me titullin Shkatërimi, duke u fokusuar te pasojat e agresionit rus në Ukrainë dhe kërcënimet globale. Ai e vlerësoi Kosovën si një vend që ndriçon për demokracinë, sigurinë dhe zhvillimin rajonal. Kur po bisedojmë me diplomatët dhe politikanët ndërkombëtar, themi që ne nuk kemi sfida të sigurisë që mund ta nacionojnë nga brenda. Të tilla kemi nga fqinjet tanë verior dhe agresiv, por ne jemi duke investuar shumë, si në polici ashtu edhe në ushtri, me partnerat europian për të forcuar aftësitë dhe masat tona, tha Kurti për RTK-n. Kreu i qeverisë nënvizoi se këto investime dhe bashkëpunime ndërkombëtare po fuqizojnë Kosovën, duke e bërë vendin një pikë referimi për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Gjatë një interviste nga Myniu ai përgëzoi edhe Kuvendin e Kosovës për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, duke theksuar se mbi 1 miliard euro janë aprovuar nga Banka Qendrore dhe Këshilli Evropian. Albin Kurti po merr pjesë në konferencën e sigurisë në Myni në Gjermani, së bashku me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme, Glauko Njufca, si dhe ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedonci. Në kuadër të forumit të sigurisë së Myniut, ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci e zhvilloi një takim me drejtorin e përgjithshëm të Mercedes-Benz, Denis Kinzelman, dhe drejtorin e shitjeve për sektorin e mbrojtjes, Daniel Zitel. Ky takim rezultoi me nënshkrimin e një kontrate 3 vjeçare për furnizimin e Ministrisë së Mbrojtjes me kamion taktik. Ky partneritet strategjik dëshmon angazhimin e Ministrisë së Mbrojtjes për ndërtimin e bashkëpunimeve të qëndrueshme me prodhues lider ndërkombëtar në industrinë e mbrojtjes, me synim rritjen e standardeve të sigurisë, ndërveprueshmërisë dhe gatishmërisë operacionale, njofton Ministria e Mbrojtjes e Kosovës. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të flotës ushtarake dhe forcimit të kapaciteteve operacionale të ushtrisë së Kosovës. Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mercedes-Benz është konkretizuar përmes nënshkrimit të një kontrate 3 vjeçare për furnizimin me kamion taktik, thuhet mëtej në njoftim. Ky zhvillim reflekton strategjinë e përdorur nga Kosova për të forcuar lidhjet me partnerët e saj ndërkombëtar dhe për të garantuar pajisje moderne dhe të qëndrueshme për operacionet e veta ushtarake.